Do blesh një shtëpi, ja çfarë duhet të dish para se ta blesh atë. Ja një përmbledhje shpejt e pagesave dhe taksave që do të paguaje nëse do të blije një shtëpi sot në 26 prill. Do bën mirë që ti dish të gjitha përpara se të blesh shtëpinë. Po marrim një shembull të shpejt nëse do blinit një shtëpi në qytetin e Tiranës me vlerë 90.000 euro. Tarifa notarile zakonisht varion nga 0.5% deri në 1% të vlerës së objektit të deklaruar në kontratë, 450 deri në 900 euro. Tarifa e regjistrimit në hipotek, ASHK, zakonisht varion rreth 100 deri në 150 euro. Taksa e kalimit të drejtës së pronësisë. Kjo taksë në shumë raste është rreth 2% e vlerës së referencës së pasurisë. Për shembullin ton, vetë rreth 1.800 euro. Komisioni i Agjencisë së Pasurive të Palueshme. Ky komision zakonisht shkon rreth 2 deri në 3% të vlerës së çmimit. Për rastin ton konkret, varion nga 1.800 deri në 2.700 euro. Nëse vëm përsipër dhe kostot shtesë të marrjes së një kredie bankare, ke për të paguar dhe për vlerësimin e pronës, sigurimin e pronës dhe tarifën e disbursimit të kredisë. Tani më thuaj, a je gati të bëhesh pronar? Komento shtëpi këtu poshtë kësaj video nëse kërkon më shumë informacione rreth kësaj teme.